Po ecja një natë të ftohtë dimri, duke tundur këmbën ngadalë si një zombi. Shikoja dritaret e ndezura dhe mendoja, ndoshta dikush po gatuan picë, ose po qanë për detyrat. Papritmas një dritare u ndez dhe një dorë e vogël ma bëri me shenjë. Përshëndetje, bërtiti dikush. Nuk e prisja këtë. Mendova të bëj sikur po vrapoja, por duke i qesharake me çizmet e mia të mëdha. Ndërsa përpiqesha të dukesha i qetë, ngatrova këmbët dhe rash mbi një mbeturinë. Tani të gjitha dritaret e tjera dukeshin sikur po qeshnin me mua, por kur pash dorën që po më përshëndeste, buzëqesha. Ndjeva se nuk isha vetëm, madje edhe mbeturina nuk dukej më aq e keqe. Vazhdova të ecja dhe për herë të parë vura re zhurmën e qytetit, njerëzit që kalonin dhe dritat që ndriçonin rrugën. Të gjitha dukeshin më interesante tani. Edhe nëse dukesh si idiot për një moment, një buzëqeshje mund ta bëj gjithçka më pak qesharake.